Përndër vitis flamurit, qendër, ndëro! Të mërkurën në rreth rrotullimin e autostradës Prizren Jug, veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës vendosën flamurin e tyre emblematik. Veterani dhe invalidi UÇK-s Nuhi Tahiri, nën emocionet tha se vendosja e këtij flamuri të lavdishëm po vendosët në përkujtim të thyrjes së kufirit ndërshqiptar, që ndodhi me 9 prill të vitit 1999 në Koshare, si dhe kërkoi me këtë rast lirimin e ish-krerëve të UÇK-s, të cilët ndodhen në Hag. Arsia është me iniciativën e bashkëleftetarit Hakim Pllashnikut, edhe se sot është 8 prilli, nesër është 9 prilli, thirrja e kufirit shqiptar, edhe për nderë atyre burrave që i gjenden në Hog padrejtësisht krerëve të UÇK-s, ne dëshirojmë atyre sa më shpejt lirim, sa më shpejt, se janë edhim të pafajshëm. Ndërkaq, ish luftëtari UÇK-s Bedri Hoxha tha se qëllimi i vendosjes së flamurit është përkujtimi i sakrificës së popullit kosovar për liri dhe pavarësi dhe bashkimi i trojeve shqiptare. Sot jemi në këtë ceremoninë vendosjen e flamurit bashkë në këtë autostradë, në këtë rrugtim që kryzon rrugët Tiranë, Prizren-Prishtinë, po edhe së shpejti presim edhe në këtë nyje kyçet edhe kjo rruga Prizren-Tetov, është një pikë strategjike, edhe qëllimi i kësaj është që të vendoset ky flamur, që jo vetëm flamuri i UÇK-s, që identifikon një sakrificë të popullit tonë për liri dhe pavarësi, por gjithmonë ta kemi në përditshmërinë tonë këtë sakrificë. Sa që të kalojmë këtu, na bie përballë ky flamur, edhe na kujton këtë pjesën e lavdishme që është historia. Vendosja e këtij flamuri simbolik shihet si një akt kujtese dhe respekti për kontributin e luftëtarëve të UÇK-s në rrugën e Kosovës drejt lirisë, shtetëndërtimit dhe bashkimit.